U zhvillua këtë të njëjtën në sallën Ali Aslani të Universitetit të Vlorës, forumi i përbashkët i organizuar nga Universiteti Ismail Qemali, si dhe Ministria e Mbrojtjes, me temë formimi dhe edukimi i ekspertëve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Ky forum u mendua në formën e bashkëbisedimit mes studentëve të Universitetit të Vlorës dhe Akademisë së Forcave të Armatosura, si dhe panelit ku prezent ishte Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu, rektoria e Universitetit të Vlorës Aurela Saliaj, por jo vetëm. Për rektorin e Universitetit të Vlorës, për herë të parë, ky universitet fal kësaj marrëveshje, po kontribuon në zhvillimet rajonale. Është një moment historik për zhvillimet akademike të Universitetit të Vlorës, jo vetëm sepse për herë të parë fillon një bashkëpunim i tillë, por për herë të parë thotemi ose tani kemi nisur rrugën që realisht Universiteti i Vlorës po kontribon në zhvillimet rajonale, në zhvillimet e komunitetit, në nevojat e vendit. Sepse sfidat e kohës në të cilën ne jetojmë i kanë bërë prioritare nevojat e emergjente të afatgjata të forcave të armatosura. Dhe një nga prioritetet strategjike, siç e dini, sepse e kemi parë të gjithë zhvillimet mediatike, është edhe fusha e armatimit. Shqipëria duhet të zhvillojë forcat e saj të brendshme, kapacitete të qëndrueshme në fushën e armatimit. Dhe në këtë koncept, Universiteti i Vlorës sot fillon rrugën e bashkëpunimit dhe të kontributit nëpërmjet formimit të ekspertëve të ardhshëm në fushën e armatimit me dy profile, me profil minor në konstruksionet navale, në zhvillimin e konstruksionet e anijeve dhe në konstruksionet e avioneve. Profili tjetër minor janë konstruksionet dhe remontet e avioneve. Për Ministrin e Mbrojtjes Piro Vëngu, marrëveshja në nënshkruar këtë të njëjtë ka për qëllim edhe gjenerimin e kapacitetit njerëzor të rinjve dhe të rejave që do të bëhen pjesë e tyre. Vëngu shpreh se numri i rekrutimeve në forcat e armatosura ka ardhur në rritje, kjo edhe fal mundësisë mirë që të ofron ky profesion për të ardhmen. Qëllimi kryesor i kësaj marrëveshje e para njerë sepse si forca armatosur dhe si Ministri Mbrojtje kemi nevojë të gjenerojmë kapacitete kombëtare. Forca armatosur, njerëzit në uniform janë kapacitet kombëtar. Dhe për pasojë ne na duhet të zgjerojmë gamën e formimit akademik dhe profesional të rekrutëve. Dhe sot jemi në fakt ndoshta në vitin e parë të kësaj periudhe bashkëkohore ku për herë të parë forcat armatosura kanë plotësuar ato kuotat e rekrutimit vjetor. Ndaj për ne ishte shumë rëndësishme në fakt që jo vetëm të gjenerojmë kapacitete përmes një programi të tufisht, ku edhe Akademia e Forcave dhe Universiteti bashkohen me cilësitë dhe virtytet dhe programet që kanë për të ndërtuar një kurrikull dhe një diplomë të përbashkët, por nga ana tjetër e sjellin dhe forcën armatosur më pranë studentëve. Në çfarë mënyre? Në mënyrë që ne t'japim mundësinë disa studentëve që janë civil sot, që pse jo, në mënyrë progresive, nëse i gjykojnë të arsyeshme, të dobishme, të vlefshme për karrierën e tyre, t'i bashkohen forcës armatosur me një kontratë afat shkurtër, afat mesme, si oficer me kontratë. Për generalin e brigadës Bardhyl Nuredinaj, Olsi Rexhaj, drejtorin e Qendrës Kërkimore Shkencore të Forcave të Armatosura, Miftar Ramosaçaj, dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, si dhe Dorian Tola, drejtori i Agjencisë Ushtarake të Rekrutimit, nënshkrimi kësaj marrëveshje është një moment i veçantë. Duke zbuluar disa prej detajeve të marrëveshjes, ata treguan më tepër ku ajo konsiston e se çfarë do të sjellë përpara të përfshira në të, për vetë sigurinë e vendit, por edhe për qindra të rinj dhe të reja që do të përfitojnë prej saj. Sot shënojmë një moment të veçantë me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Universitetit dhe Fakultetit Shkencave Teknike dhe Natyrore me Ministrinë e Mbrojtjes në kuadër të programit të diplomimit përbashkët në fushën e njohurive për aviacionin dhe armatimin. Kjo marrëveshje përfaqëson një hap strategjik për furnizimin e të rinjve, për fuqizimin e tyre në fushat me rëndësi të lartë kombëtare, përmes edukimit cilësor, trajnimeve praktike dhe përgatitjes profesionale në shërbim të sigurisë dhe zhvillimit teknologjik të vendit.